tuaj dhe të ardhmen e fëmijëve tuaj. Faleminderit, fjala për deputeti Vasili. Në Vorë kemi konstatuar me sytë tanë konsumimi i një krimi zgjedhor të mirëfillt me 3 aktorë: qeverin, spakun dhe prokurorin. Qeverin sepse policia e shtetit nuk ekziston dhe u ka falur qendrën e qytetit Vorës një grushti horrash dhe kriminalësh, cilët i keni janë të evidentuar tashmë që të gjithë, sigurisht për pak orë, kështu që prandaj jemi këtu për të thënë qytetarëve të Vorës që nuk mund të jeni ju e s'ju merr dot peng ju 20-30 kriminalë rrugaç atje. Është shumë më e madhe se sa kaq. Njerëzi duhet kuptoni më së miri që ndërkohë që të gjitha mediat e kanë dhënë, e kanë evidentuar, duhet kishin ardhur në mënyrë të rrufeshme këta trimat e spakut e të BKH-s e të prokurorisë. Në gjuvrim janë fshehur. Kush i pengon të vinë? 10 minuta nga qendra e Tiranës janë. Pra, të gjithë bashkë të janë bashkëpjesëtar të krimit dhe të tendencës të dëshpëruar të Edi Ramës që duke dhënë shpirt, po fshihet mbas potureve edhe mbas brekusheve të këtyre rrugaçve që i shikoni këtu, që shërbejnë edhe si shoqëruesit e Elisa Spiropalit. Populli shumë i madh se kaq. Asnjë frikë nga këta. Nuk i mbajnë këta me bukë. Nuk i mbajnë krahët e tyre, qytetarët e Vorës dhe të gjithë Shqipërisë, dhe s'ka horr që merr peng pushtetin edhe vullnetin e popullit, por bashkëpunësin ndërkombëtar, të cilët po flasim për një zonë aty 10 minuta nga Tirana, nuk po flasim në një fshat të largët, shumë të largët, diku në verian jug të Shqipërisë, nuk ndodhen gjikundi dhe lënia këtyre dorë të lirë, si një herazi tregon fytyrën kriminale të këtyre, tregon dëshpërimin e humbjes nga krau tjetër, por njëkohësisht na jep të gjithë të drejtën që t'i vëmë përpara në bankën e të akuzuarit, të 3 bashkë, qeveri, drejtësi dhe të gjithë organet përkatëse që kishin detyrë të monitoronin, të mbanin kontrollin e situatës, garantonin sigurinë fizike të personave. Ju i keni pamjet vetë që kanë guxuar të kërcënojnë, sigurisht kanë marrë përgjigjen e duhur, e do e marrin gjithmonë, por kjo situatë është kjo e vërteta. Kjo është fytyra e Tiranës. Fytyra e popullit është ai që voton masivisht, që nuk trembet, sepse asnjëherë dhe askush nuk e ka marrë dot kurrë Shqipërinë peng me i grusht horrash dhe legerash. Faleminderit. Ishte kjo konferenca